Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjatë takimit javor të grupit parlamentar të AKP-s ka kritikuar progres raportin e Komisionit Evropian për Turqinë, duke e cilësuar si budallallëk, duke u ndalur në veçanti tek pjesa ku Ankaraja kritikohet për qëndrimet ndaj fqinjve. Referuar Greqisë dhe Qipros, Erdogan tha se Turqia i respekton të drejtat sovrane të gjitha vendeve mike, veçanërisht të fqinjve. Sipas Erdogan, Turqia nuk kërkon të zgjerojë sovranitetin e saj në vende të tjera dhe nuk ka ambicie për territoret apo burimet natyrore të shteteve të tjera, duke u referuar marrëdhënieve të Ankaras me fqinjët e saj. Erdogan theksoi rëndësinë e ruajtjes së sovranitetit dhe të drejtës ndërkombëtare, veçanërisht në lidhje me vendimet e fundit të parlamentit turk për të zgjeruar misionet ushtarake në Siri dhe Irak. Ne nuk kërkojmë territorin, sovranitetin, burimet nëntoksore dhe sipërfaqësore të një vendi tjetër në asnjë rrethan. Ne respektojmë të drejtat sovrane të gjitha vendeve mike, veçanërisht fqinjve tanë. Forcat turke kanë qenë garantuese të paqes, sigurisë dhe stabilitetit në të gjitha rajonet ku janë vendosur, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, tha Erdogan, duke vazhduar ai theksoi se forcat e armatosura turke do të vazhdojnë të mbrojnë paqen dhe vëllazërinë në të gjitha rajonet ku ndodhen. Flamuri turk do të vazhdojë të frymëzojë besim tek miqtë e tij në çdo rajon që valvitet. Askush nuk duhet ta dyshojë këtë. Të gjithë vëllezërit tanë, qofshin arab, kurd, sunit apo shiit, janë të vetëdijshëm për këtë realitet historik. Në vend që të kundërshtojnë praninë e trupave turke në territorin e tyre, ata janë të lumtur për këtë, u shpreh ndër të tjera presidenti turk Erdogan.